Pas një viti me mandatën e tij të dytë, presidenti më i përfolur i botës rikthehet në qendër të rëndësishme. Donald Trump në intervistën për CBS flet për paqen globale. We have enough nuclear weapons to blow up the world 150 times. Russia has a lot of nuclear weapons and China will have a lot. They have some, they have quite a bit. A është kjo retorikë politike apo një strategji e mirëfillt për riformësimin rendit ndërkombëtar? Well, if you had to send in the army or if you had to send in the Marines, I'd do that in a heartbeat. You know, you have a thing called the Insurrection Act. You know that, right? Do you know that I could use that immediately and no judge can even challenge you on that? But I haven't chosen to do it because I haven't felt we need it. Rivalet e tij të mëdhenj, Putin dhe Xi Jinpingin, dhe përmenduan se si tarifat ekonomike sipas tij janë çelësi i stabilitetit botëror. You know how I solved them? I said, in many cases, in 60%, I said, if you don't stop fighting, I'm putting tariffs on both of your countries. Trump e nis me një pretendim që vetëm ai mund ta bëjë me siguri, se ka ndaluar 8 nga 9 luftat në botë. Those are 8 of the 9 wars I solved. Ai thotë se nuk I ka ndaluar me armë, por me ekonomi. Tarifat sipas tij janë arma e reja në luft, pa blerë gjak, por duke ndryshuar llogaritë. Xi Jinpingin flet si për një rival që respekton, sepse di të kuptoj forcën. Look, this is a very competitive world, especially when it comes to China and the US, and we're always watching them, and they're always watching us. In the meantime, I think we get along very well, and I think I think we can be bigger, better, and stronger by working with them as opposed to just knocking them out. Për Putinin shprehet se është më I ashpër se mendoi, por shton se vetëm përmes forcës vjen respekt. Both tough, both smart, both look, they're both very strong leaders. These are people not to be toyed with. These are people you have to take very serious. They're not walking in saying, "Oh, isn't it a beautiful day? Look how beautiful the sun is shining. It's so nice." These are serious people. These are people that are tough, smart leaders. Dhe ndërsa flet për fituarit e tij ekonomike, për paqen përmes fuqisë, përmend edhe rrezikun që Amerika, sipas tij, do të humbasë nëse braktisë doktrinën e tarifave. We've been held back by the judges, by the liberal judges that were put in by Biden and by Obama. You're okay with those tactics? Yeah, because you have to get the people out. You know, you have to look at the people. Many of them are murderers. Many of them are people that were thrown out of their countries because they were, you know, criminals. Siç mund ta shikojmë tani, kur pyetet për një mandat të tretë, Buzëqesh dhe shmon përgjigjen direkt. Well, I don't even think about it. I will tell you, a lot of people want me to run. Shumë njerëz e mund, por është herë të flasin. Një frazë tipike për Trumpin që le gjithmonë hapësirë për hamendje dhe për gjykime. But the difference between us and the Democrats is we really do have a strong bench. I don't want to use names because it's, you know, inappropriate, but it's too early. But people do like when you start talking about whether you like J.D. Vance or Secretary Rubio. I do Rubio. like J.D. Vance. I like Marco Rubio. I like so many. We have an unbelievable bench. Si se po të flet për paqe, po me gjuhën e forcës, një lider që sheh ekonominë si një lufte dhe tregtinë si armë për të ndaluar luftën, por mbetet pyetja e madhe. Sa I zën presidenti Trump është për të pasur në konsideratë çështjen e Kosovës, për mbylljen e dialogut me Serbinë dhe për stabilitetin në Ballkan. Dhe sigurisht bota dhe ne si pjesë e botës po dëgjojmë dhe do ta përcjellim me kujdes. Deri në episodin e ardhshëm, mirupafshim.